Trajneri Silvinho ka publikuar listën e futbollistëve të grumbulluar për 2 ndeshjet e fundit kualifikuese të Kupës së Botës ndaj Andorrës dhe Anglisë. Tekniku kuqezi ka përzgjedhur 25 futbollistë. Lista nis me portierët Thomas Trakosha, Mario Dajsinani dhe Simon Simoni. Për mbrojtjen janë thirrur Elseid Hysaj, Bera Gjimshiti, Ardian Ismaili, Arlinda Jeti, Mario Mitaj, Ivan Balliu, Naser Ali dhe Klisman Take. Në mesfush janë ftuar Ylber Ramadani, Qazim Laçi, Nedim Bajrami, Kristian Aslani, Arbër Hoxha, Julian Shehu, Medon Berisha dhe Adrion Pajaziti. Ndërkohë në sulm janë thirrur Rejmanaj, Myrto Uzuni, Armando Broja, Yasir Asani, Mirlin Daku dhe Indrit Tuci. Në konferencën për media, trajneri Silvinho sqaroi zgjedhjet e tij për këto 2 sfida, si dhe foli për objektivat e kombëtarës. Sempre l'ho detto Për pak kohë bën 3 vite që kam marrë drejtimin e kombëtarës dhe jemi në një moment shumë bukur që në mbylljen e këtij viti për kualifikuesit e botërorit jemi ende në lojë për play-offet e botërorit. Kemi 2 ndeshje shumë të rëndësishme përpara. Nuk është momenti ynë dhe nuk ka qenë më përpara që të marrim futbollistë që luajnë 100% me klubet e tyre. Nuk kemi mundësi të zgjedhim nga 70-80 futbollistë. Kemi diku te 40-45 futbollistë që i monitorojmë vazhdimisht. Ne kemi pasur edhe më parë futbollistë që i kemi grumbulluar, edhe pse kanë qenë përtej listave të klubeve ku luajnë. Tani është momenti për të vlerësuar futbollistët që kam grumbulluar dhe për të punuar me ta. Dueli me Andorrën do të jetë një ndeshje vështirë. Unë respektoj shumë Andorrën si kundërshtar. Në ndeshjet e fundit kanë barazuar në miqësore dhe kanë humbur në shtëpi me Serbinë, por që i mbajtën në barazim për një pjesë. E pash ndeshjen, ishte e vështirë dhe Andorra kishte mundësi të qarta për të barazuar me një kundërsulm. Do të jetë një ndeshje vështirë, sepse janë një ekip që luajnë me zemër dhe shpirt, mbrojnë shumë në 100% e tyre, por nuk dua t'i bëj llogari në këto momente. Kemi bërë një rrugtim të mirë, kemi një humbje me Anglinë dhe pres që të bëjmë një lojë të mirë, por e dim që është një ndeshje e vështirë. È un calciatore che ha fatto un percorso da noi molto buono. I da 3 anni Grumbullimi i kombëtarës do të nisë të hënën në Barcelonë, ku kuqezin do të përgatiten për ndeshjen ndaj Andorrës, e cila do të luhet me 13 nëntor në orën 20:45. Sfida e fundit e kuqezive në këto kualifikuese do të zhvillohet me 16 nëntor në stadiumin Air Albania ndaj Anglisë në orën 18:00.